Vargjet 29 deri në 31. Në fakt, okay, le të lexojmë këtë një herë. Sapo dolën nga sinagoga, erdhën në shtëpinë e Simonit dhe të Andreas, me Jakobi dhe Gjon. Por vjera e Simonit ishte në shtrat me Ethe dhe ata me njëherë i folën për të. Atëherë ai u ofrua kapi për dorë dhe e ngriti me njëherë. Ethet e lanë dhe ajo nisi t'ju shërbej. Në fakt, kjo si mrekulli le të themi, ose kjo si ngjarje përmendet edhe tek Mateu kapitulli 8, vargjet, nëse s'gabon 14 dhe 15, ndërkohë që tek Luka vargjet 34 dhe 35. Disa për shembull Mateu dhe Marku thotë që kishte errë. Kishte errë, domethënë ishte me temperaturë. Ndërkohë që Luka na thot, Luka mendohet se ka qenë doktor, edhe Luka e përmend që kishte temperaturë të lartë. Pra, dhe disa në atëherë kishte 3 lloje ethesh ose 3 lloj smundjesh, ose që themi ne që mund të qarkullonin, apo ishin ethet e maltës, që kishte këto lloj simptomash, kishte shkputje trupi. Kjo zgjaste për kohë gjatë, zgjaste disa muaj dhe shpesh çonte deri në vdekje. Ishte shumë kishim edhe atë të tjetrën që ishte një lloj e mesme që është ethet e mesme që kalonin çik në lehtë, ishte edhe kjo tjetra që ishin sëmundja e malarjes. Edhe kjo është shoqërohej me temperaturë. Pra, çfarë vëmë re tek kjo mrekulli, le të themi. E ndërsa Jezusi vazhdonte udhëtimin e tij, punën që ai ishte duke bërë, le të themi, atë që neve e dimë dhe sot, që Zoti e kishte sjell që të bënte. Edhe vetë Jezusi e thotë. Çfarë vëmë re, mendohet që kjo si ngjarje mund të ketë ndodhur në ditën e së shtunës. Neve e dimë që Zoti Jezusi, pra në çfarëdo lloj dite që ishte, Jezusi bënte shërimin, bënte mrekulli të ndryshme. Nuk donte t'ia dinte, ishte shtunë, ishte diel, ishte ditë pushimi. Pra diçka interesante që ndodhet te kjo pjesë, kemi vjerrën e tjetrit që ishte smur, edhe mendohet që edhe mund të ketë qenë për një kohë relativisht të gjatë. Vini re çfarë ndodh, që në momentin që ajo shërohet, menjëherë ajo ngrihet dhe ajo nisi të shërbej. Pra, menjëherë ngrihet, fillon të gatuaj, fillon siç e kanë gratë në shtëpi, domethënë që bëjnë gjithë ato përgatitje. Nuk ishte se ishte e shtunë, apo mendohet që ditë të shtunave ose ditën e shabatit që këta le të themi e festonin ose dhe e zbatonin, ishte që ata do ta përgatisnin ushqimin që do hanin të shtunën një ditë përpara, edhe që ata kishin xhakët e tyre që ishin të ndërtuar si tip gjumësh të vegjël, dhe siç kemi neve sopat që i vendosin ato lart, ata i lenin ushqimet atje lart tek ky xhaku ose ikullati. Edhe ushqimet rrinin të ngrohta. Pra ditën e shtunë ata nuk gatuan të seri, pra nuk bënin punë, vetëm do urishin, do hanë, do shpenzonin kohë me njëri tjetrin. Ndërkohë që vjerra e Pietrit bëri plotësisht të kundërtën në atë çfarë ishte bërë deri në tani. Ata jo vetëm që ajo
u ngrit, u shërua, por u ngrit duke i shërbyer edhe për të bërë diçka të mirë. Për të janë dy gjëra që neve janë interesante ose për tu vënë re fakti që edhe në ditën e sotme Zoti na bekon duke na shëruar ose edhe në gjërat e vogla të përditshme që neve mund t'i konsiderojmë diçka të pa rëndësishme, por përsëri Zoti është aty duke na ruajtur, duke na bekuar ose duke na ndihmuar. Besoj që mund ta keni vënë re në gjëra të vogla që edhe pse mund t'jenë dukur të vështira ose edhe të pa rëndësishme për momente sa të thuash shkosh Zotit ti lutesh, po përsëri ato marrin zgjidhje. Edhe ti që nuk shqetësohesh ose edhe të mendosh që të falenderosh Zotin. Mendoj që edhe këtu tek për shembull që Pietri, vjera e Pietrit ishte në erë, mund të kishte qenë diçka e madhe, se ajo mund të kishte qenë në ditë. Po, menjëherë, mbasi ajo u shërua, menjëherë ajo ngrit dhe ti shërbente njerëzve që kishin ardhur në shtëpi. Jezusi neve po shikojmë dhe është e vështirë që po shikojmë ndërsa neve po studiojmë ose po ndalemi tek mrekullitë që Jezusi ka bërë. Jezusi ka bërë shumë. Edhe këto gjëra janë të vogla. Shpesh herë kjo pjesa, për shembull siç është kjo, ndaleve mrekullia që bëri Jezusi duke shëruar vjerën e Pietrit, shpesh herë kalon pa u ndalur shumë. Për shembull, po të shkojmë tek Mateu 8, edhe këtu Mateu deri tek 10. Po në fakt, pa merr mendje që e mbani mend edhe juve që neve e kemi përmendur ose e kemi parë si mësim këtë me kryeqinsin, edhe e vlerësojmë shumë edhe themi besimin e këtij kryeqinsit. Pra, kryeqinsi ishte dikush që ishte një komandant që kishte në kohën romake ai kishte 100 ushtar që i kishte nën urdhrat e tij. Edhe vazhdon historia dhe vetëm me fjalën që Jezusi i tha, shkoj se shërbëtori ju të shëruar, edhe ai shkon. Por edhe këtu, megjithse mund të duket pak tu tek Mateu ne kemi vargjet 14 deri në 17. Edhe këtu pse duket pak, por diçka është interesante tek ajo. Dhe vargu 15, dhe ai preku dorën dhe ethet e lanë dhe ajo u ngrit menjëherë dhe shërbeu. Edhe pse mendohet, edhe pse mund të ketë qenë ditë shabati, ajo përsëri që nuk lejohej të punon, dhe kishin të ndaluar, ajo përsëri u ngrit dhe i shërbeu. Shpesh herë ne mund gjendemi në situata të tilla që ne mund themi, po kjo nuk është e lejuar. Ose siç themi ne ndonjëherë që e dëgjojmë rëndomt është për keq, nëse bën diçka ndryshe nga ç'është bërë kështu. Nuk e di, në një shembull kështu që na ndodh shpesh ose ku di unë për shembull keni dëgjuar që juve që thuhet që mos lani rrobe të martave ose të premteve ose kështu ditët që janë këto si thon këto ditë e xuma. Edhe çuditërisht unë kam dëgjuar edhe nga ata që
pretendohet që janë, do të thënë, thonë që jemi krishterë, jemi ortodoks ose katolike dhe i kam përthyr kjo paranoja, le të themi, të qeni, të thanit, jo, është keq sot. Edhe në këtë mënyrë neve po e shikojmë përsëri sot, duke parë që Jezusi Jezusi pra vazhdon duke bërë, le të themi atë, punën e tij, shërbesën e tij, pavarësisht ditës se çfarë është. Është interesante që nuk e di, është në Itali ose në besimin katolik, për atë, për Pietrin thonë që Pietri ka qenë papa i parë. Edhe por neve e dim që papallarët nuk martohen. Edhe këtu në Bibël ne mësojmë që Pietri, që pas ka qenë papa i parë, ishte i martuar. Edhe kjo i bie direkt në kontradikt me, le të themi, me besimin e tyre. Edhe siç e dim gjithashtu, po të shkojmë tek Korintasit, kapitulli 9, vargu 5, Pali thot: a nuk e kemi dhe ne të drejtën të martohemi me një grua besimtare? Pali gjithashtu po na thot që Pietri ishte i martuar. Po ta shikojmë këtë shëmbëltyr ose këtë lloj mrekullie ose këtë lloj mëshire që është treguar nga Jezusi, ishte bërë në shtëpi, jo në vendet publike siç bëhen mrekullitë të tjera që neve kemi parë. Ja, Jezusi shëron të çanët, paralizuarit, lebrozët, por shpesh herë Jezusi nuk shqetësohej për këtë. Madje edhe vetë çfarë desha të them, për gjërat që bëheshin publike ose jo publike. Kudo që Jezusi ishte, e bënte. Edhe shpesh herë neve na ka marrëthyr ajo paranoja e ta bërit gjërave. Shiko çfarë bëron. Edhe një nga këto është edhe Facebooku. Siç e dini të gjithë ju, që të gjithë këta që edhe këta që janë të punësuar nga partitë politike, do të bëjnë do t'i bëjnë share këtyre postimeve që bëhen nga njerëzit e politikës e kështu me radhë, ose do t'jesh jo vetëm aktiv në punë e në takime, por do t'jesh aktiv edhe në ndarje publike. Neve shikon që Jezusi ishte diçka ndryshe, nuk i interesonte. Jezusi i interesonte njeriu, të ndihmonte dhe t'i shërbente. Herë që ndodh në herë ku, ose mund ta ketë ndodhur edhe neve, që kur smuremi ose kur bëjmë që o Zot, qa bara unë që o smura, pse ma dhe mua ti këtë gjë. Në fakt është edhe kjo, mendoj që ka atë gabimin e vet në vetvete të thuar që Zoti më dënoi për shkak të më. Neve e dim që Jezusi është shpëtimtari ynë dhe ai na ka dhënë mundësinë që të jemi përpara Perëndisë të falur. Dhe në fakt, se mos të mendojmë këtë që sëmundjet për shkak të mëkatit që ka ardhur në botë, ndodhin që Zoti të marrë lavdim kur dikush shërohet. Neve shikojmë që për shkak të fuqisë dhe që Jezusi kishte, ne shikojmë që ai, edhe kemi vënë re, me thënë të drejtën, edhe në mrekullitë e tjera që Jezusi bënte, vetëm nëpërmjet fjalës Jezusi shëronte. Demonët i thoshte të urdhëroj të dalësh, paralizuarve thoshte ngrihu, të vdekurve thoshte ngrihu dhe het.
si thuash, është e pahishme që mos thuash Zotit faleminderit e ti është Zotit mirënjohës për këtë lloj bekimesh që na bën çdo ditë. Ndaj dhe vim bashkë edhe e ndërsa neve do të vazhdojmë duke studiuar mrekullitë që Jezusi bëri. Në fakt janë shumë. Herës tjetër do të ndalemi tek Mateu 8, janë të paktën 3 shëmbëltyra që ne shikojmë tek to dhe do të shikojmë qëndrimin që njerëzit shfaqin në momentin e këtyre le të themi mrekullive që ndodhin. Edhe neve sot, kur ne jemi përpara vështirësive dhe mrekullive edhe gjërave të ndryshme që le të themi që marrin zgjidhje, ne duhet të jemi si thua koshient që Perëndia është duke vepruar dhe duke na ruajt. Desha t'ju them, le ta kemi në mendjen tonë dhe në lutjet tona që ndërsa neve do të vazhdojmë të qëndrojmë Zotit besnik, le të kemi këtë lloj mendësie që ta adhurojmë, që të falenderojmë Zotin ton çdo ditë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë në gjithë secilin prej jush.